I've learned that there's an art to changing. Këtë di juve, po unë kam patur gjithmonë ëndër të isha brenda makinës kur lahej si nëpër filma që futej tek ato rrulat. Në këtë rast nuk është futur tek rrulat, kemi shortin tim që po pastron. Po e lan. Edhe unë pasi bëra një make-up edhe fshiva sepse nuk doja të dilja me një make-up crazy në jetën reale. Fytyra ime është akoma keq, po pak më mirë tani. Edhe kjo drita më ndihmon pak që mos duket kaq keq. Kështu që vendosa të qëndroj në makinë meqense ka dalë një diell i fortë edhe po dola diell vetëm do pitroj syt edhe nuk ja vlen. Po jeni lëkurën time, duket pak më mirë tani, por gjithmonë varet nga drita. Erdhi radha, do ta thaj. Po pikon që tani. Hello, jam bërë gati pothuajse shpejt e shpejt fytyra ime siç që kam thënë në çdo pjesë që kam folur, nuk është mirë. Edhe shtëpia ime është shumë rrëmuj, sot është pushim. Edhe na kanë ftuar një çift të gjerman, na kanë ftuar për Vandern. Edhe për të shkuar diku për të ngrënë, edhe është një orë larg Vandern, pra hiking, përkthehet anglisht, po nga Duolingoja, por që është thjesht ecje, domethënë në pyll, edhe po diskutoni me burrin që çka kanë gjermanët dhe a fascinimi i tyre me Vandern. Edhe do ta zbulojmë sot, domethënë nuk është hera e parë që po dalim për Vandern, po me një çift gjerman, po, që do zbulojmë. Nuk di si të lidhem. Një duket kënë gjyra. Ja se duket, s'kam vënë akoma maskara, ta bëj shpejt e shpejt. Më falni. Injorojni rrëmujen, më kanë rënë ato kutia që janë pas aty larg, të gjitha më kanë rënë. Unë do të përdor këta. Nuk e dia ju ndodh juve, por ne këtu duke qenë se është qytet i vogël, hasim shumë kolegët e bashkëshortit tim në supermarkete të tjerë dhe përshëndetemi. Edhe duke qenë se ti po themi je në punën tënde dhe po flet shqip, edhe momentin që takon dikë, përshëndetemi, jo haj, kështu për shembull, edhe unë si me thënë ngri. Like, nuk di, nëse jam vënoa, do të vres po se mi bërvan, po do të thënë, unë ngri edhe duket sikur nuk di të flas, edhe po i shpjegoja burrit tim dje që po e diskutonim që shiko se për mua dhe po t'ishte duke folur nëse dikush më flet italisht ose edhe anglisht, nga fakti që është kështu spontane dhe papritur, sikur I freeze. Normalisht që unë pastaj flas diçka, po bëj sikur gëkmëk, edhe nuk është se nuk di gjermanisht për shkak, po thjesht kështu, e di, duhet të marr kapelen unë, for sure, tani që e mendoj, nuk po shkon fare. Edhe do të shohim se si, do të thënë, kur jam me njerëz që do flasin për kohë të gjatë, nuk e kam problem, se truri fillon edhe zgjidhet, ose gjuha fillon edhe zgjidhet. Por kur më ndodh në moment, më ndodh shpesh që ngec. I don't know. Më thoni ju nëse keni të njëjtën situatë, hapa një sunscreen të ri, sepse ai vjetri më kishte skaduar, se kam përdorur këtu në Gjermani, se s'para ka diell, po sot është bërë shumë ngrohtë. I've learned that there's an art to changing. That I'm the potter and the clay. I'm the canvas and the painter. The marble that I sculpt away. Every stroke of a brush, every finger's touch is a rosy cheek of a love-struck flush. Is a sunburned wing of a heartbreak crush. Is a rush, feel the rush. You're painting Frida Kahlo.
promises take a lifetime. Që nge shumë ftohtë sot, kështu që po kthehem në shtëpi të ndrohem. Po çaj edhe këto. And patience is a peerless craft. It's wonderful, it's beautiful. You know who you were a year ago. Oh, paint your portrait as you grow. Every stroke of a brush, every finger's touch is a rosy cheek of a love-struck flush. Is a sunburned wing of a heartbreak crush. Is a Kjo është peliçe që mora dje, kam vënë lavatriçen. Nuk filmova më shumë tek dyqani, po kjo është peliçe që bleva, është hera e parë. Jam pak vonë, se Mob Wife i ka qenë para një viti a dy, por nuk ndeta do të pa e marrë, meqense dukej mirë, edhe më dha dhe një çmim që mu duk okay, i arsyeshme, dhe fakti që mu duk si ishte tjetër cilësi nga ato të tjera që pas, duket sikur është e bërë me dorë, edhe kjo pjesa është lëkur. Këtu thoshte që ishte vera peliça, kështu që ndryshe nga ato tjera që ishin të gjitha dyqani, kjo duket materiali mirë, është e qepur, kështu që ishte masa 44, por s'ka problem, duket nuk e pa, duhet të vendos një foto këtu, se si dukej kur e vesha, se ja u çova gocave për aprovim. Gjërat e tjera janë këtu, po mundohem të sistemoj edhe të pastroj çik shtëpinë. Tani kemi këtu sa cute kjo, përfituam dhe këtë çantën me blerjen. Shumë i bukur, është leshi, edhe ka këtë ngjyrën këtu në aparat dalin sikur është më e zbet, por është kjo ngjyra pak më, nuk arrit të dali fix. Është më ngjyrë lajthie, do thoja. Ishte komplet e re, edhe nuk mund të lija pa e marrë. Duke cute. Tjetër që mora, ky kardigani. Sa po e preka, thash, okej, prit një minut, jam e sigurt që dhe ju, nuk jam e vetmja tani, kur duam të blejmë në një gjë, shojmë me njëherë etiketën. Thosë që ishte 100% kashmir, edhe besoj sepse ndjehet komplet që është kashmir. Gjithashtu, bleva këtë tip bluze shkurtër, me mangë të shkurtra e kisha fjallën, komplet lino, shumë e bukur me këtë qepjen këtu, se e bën të duket kështu më femërore, uroj t'i ketë të gjitha këto se nuk i vura re, po, duken okej. Edhe kjo ishte e gjitha lino, tani po e vëre, nuk i kisha vënë re që kishte këtë detajn të mangët, kështu si e bërë me dorë, si quhet kjo. Love it. Blerja e fundit është ky fundi. Edhe ky lino ishte interesant, se kishte këtë mbylljen këtu, me këto ngjitset e tilla, por mendoj që mund t'i vendos në një kops që ta mbyll tamam. Edhe këtu thoshte pure linen, very cute, e freskët, edhe me pak fjalë, siç e pat, vetëm shopping me produkte cilësore. Okej, mendoj që peliçën do ta çoj në pastrim kimik. S'kam çuar asgjë deri tani në pastrim kimik këtu. Kështu që do ta provojmë, do t'ju updateoj sa kushtojnë. Nërsa këto tjera do t'i laj me lavatrice përveç fundit të leshit. Nuk bëhet fjallë, ato t'a laj me dorë. Më thoni pak si ja bëni ju, unë e kam opsionin e larjes me dorë në lavatrice, po nuk i zëbes. E përdorni ju, nuk e di, nuk e kam blerë unë këtë lavatrice nga i qënë këtu, dhe e kemi blerë kërë e marrë shpinë. Në fundit, nuk ka se po e blevom lavatricen, mund të bëjt diferencë, por nuk e di, them po si kur tjetë e vjetër lavatrice dhe mos funksionoj tamam. Që më thoni, ja vlen, ta provoj apo t'i laj me dorë? feel the rush. You're a painting Frida Kahlo, lead the muses like a Apollo. All the colors layered on kaleidoscope. You're a sculpture, Bernini, rolling branches that on. Këtu u bë dimër me një herë, edhe po thoja unë thash ç'ne që u ngrohtë që në fillim. Sorry. Jemi të stacioni trenit. Po parkoj makinën këtu, që në kam me lirë, po realisht u bë shumë ftohtë, shumë shpejt në Gjermani me një herë, madje po llogarisja unë ç'ne që vjet ishte ftohtë në maj, ja erdhi pranvera, zgjat vetëm 3 ditë. Por do shkojmë tek kinemaja sot. Ja, nuk qenë ka. Po, ndallohet këtu, edhe do shohim Thunderbolts. Një filmi serisë Marvelit, domethënë, po thoni që super film do të shohim me IMAX,
Do me thënë, IMAX 3D, si se kemi parë ndonjëherë, kishte edhe nga këto sendile që strihesh për tjetër, po më duket kam zgjedhur sendile normale edhe si përpara do shkojmë për një shawarma. Living into art. Life's the Louvre and you're the Mona Lisa. La la la, la la la. Me qënë se gjetëm Avengers, pas kemi dhe milionët. Black Panther, sa super, Dukan, Hulku, pasi Captain Marvel, tu qenë kanë Star Wars-ik, me Chewbacca. Këtu kemi Timon, Pumba. Po këtu kemi Lisa në botën e çuditërave edhe Bambi bashkë me si quhet ky.